persona të cilët agjërojnë edhe për nga tradita, pse familja agjërojnë komplet dhe agjërojnë, ose për arsye të ndryshme, por ja që gjithë dita ju shkon nervoz, me kokë dhëmbje, nuk janë disponim. Nga ana fetare, Hoxha ka shpjegu shumë mirë për këtë ju që se keni pa mundën me gjetë emisionin e javës të kalune, për menimin fetar të këta persona që agjërojnë dhe i ka faj dikush. Ç'është shpjegimi psikologjik, Antigon? Po, Sarand, dëmëdhen, sa herë neve në ndalohet diçka, një rutinë që na e kemi, dhe në ndalohet ajo rutinë, është mendim automatik, është ndjesi automatike nervozizmi, sepse na reagim automatik. Në na dëshirojmë me bo atë që ka kemi bo çdo ditë, edhe të ushqimi. Domethënë na thjesht e kemi ndalu një rutinë dhe largimi i shprehive nuk është as pak i lehtë, prandaj këto varësit janë shumë vështira për trajtim. Por ajo bindja, besimi bën që njerëzit me kalu ma lehtë. Kështu që